Kush janë herojt sot në Shqipëri? Shikoj pak të video. Sa larg nga Vodica je? 20 kilometra. Të vete dhe 20 kilometra të kthehej. Çfarë shkon? Më kam. 20 kilometra në këmbë. Më bie të çoj merën në mëngjes, të bëhem gati dhe filloj itinerarin tim derisa të mbrij. Sa orë bën për të shkuar e sa orë për të kthyer? Po kur shkoj vetë 1 orë gjysmë, kur kthehem aftësisht edhe 2 orë sepse Ditë bën gjithë të ecje. Sa nxënës ke në shkollë? një nxënës. Një nxënës? Një nxënës është edhe me aftësi ndryshe, i spektrit autik. Dhe ti i shkon çdo ditë për të dhënë mësim. Po. Do dhe shi edhe bor. Shi të bord duhet mbrin në destinacion për ditë, plus pastaj edhe rreziku nga kafshët. Ky mësues udhton çdo ditë 20 km vajtje dhe 20 km ardhje për t'i dhënë mësim vetëm një nxënës. Vetëm një nxënës. Mund të imagjinosh sakrificën. Ai mund kishte zgjedhur të merrej me diçka tjetër, ata rrinte në shtëpi, por ai zgjodhi të kundërtën, sepse për të edhe një person i vetëm ka rëndësi. Ky për mua është një hero. Një heroj heshtur. Çfarë do bëje ti po të ishe në vendin e atij nxënësi? Me siguri do ishe mirënjohës që mësuesi ka lënë punët e tija vetëm për ty. Edhe këtu është e bukur. Në sytë e Zotit, ti dhe unë nuk jemi thjesht vetëm një fytyrë në turn, as një statistik. Ti je dikush për cilin ai është i gatshëm për të dhënë gjithçka, për të treguar se sa shumë vlen ti. Edhe Zoti e provoi këtë duke dërguar Jezusin që nuk udhtoi thjesht disa kilometra për të na dhënë mësim, por la qiellin për të ardhur në tokë dhe pastaj deri në kryq për të bërë kështu qingji i qurbanit për gjithë ne. Dhe gjitha për një arsye, sepse ti ke rëndësi për të. Në sytë e tij ti nuk je një numër, por dikush për cilin ia vlen çdo sakrificë. Cila është përgjigjja jote? Më shkruaj më poshtë.